Në Universitetin e Shkodrës, Luiq Gurakuqi u mbajtën homazhe në nderim të figurës së profesor Mendu Dërgutit, një prej personaliteteve më të shuar të arsimit dhe jetës publike në Shqipëri, i ndar nga jeta një ditë më parë. Pedagog, studiues, rektor i parë i Universitetit të Shkodrës dhe deputet i Kuvendit në vitet e para të demokracisë. Profesor Dërguti u kujtua me nderim dhe respekt nga drejtues të universitetit, koleg dhe ish bashkëpunëtor. Leonit kujtoj që falë përpjekjeve dhe lobimit të profesor Dërgutit u bë mundër hapja e fakultetit të drejtësisë, më vonë pastaj në bashkëpërpjekje me ish rektorin Kolombi u hapë edhe fakulteti ekonomik. Jam në ndryshnin e emocioneve të jashtëzakonshme për profesor Mendu Dërgutin, sepse ai është një personalitet i gjithënshëm. Mbi të gjitha është një mësues, por edhe një krijues. Kemi punuar vjetet e tëra bashkë në Institutin Pedagogjik të Shkodrës edhe më vonë në Universitetin e Shkodrës. Ai ka qenë modeli i politikanit që do i duhej Shqipërisë. Për shkak të përgatitjes profesionale, përgatitjes përshtatshme dhe mbi të gjitha të sjelljes njerëzore. Është pikërisht ajo që i mungon politikës shqiptare. Profesor Dërguti do të kujtohet për qetësinë, dinjitetin dhe pasionin për historinë dhe arsimin, për ndikimin që pati në formimin e brezave të tërë studentësh dhe për kontributin e tij si autor dhe redaktor në fushën e shkencave shoqërore.